Në Grande Fratello, ku çdo ndjenjë vihet në provë dhe çdo fjalë ka peshë të dy fish, sonte u shënua një nga momentet më të rënda emocionalisht të këtij edicioni. Një moment që nuk kishte lidhje me strategji, nominime apo lojra mendore, por me diçka shumë më të ndjeshme, zemrën e një njeriu që besoi sinqerisht që më herët jashtë shtëpisë në Itali, Dolce kishte deklaruar hapur se Edin e shihte thjesht si pjesë të lojës, si dik për të kaluar kohën, pa ndjenja reale, pa përfshirje emocionale, pa pritshmëri. Një deklaratë e ftohtë, e drejtë për drejtë, që për publikun mund të ishte thjesht një koment, por për Edin, po ta kishte ditur, do të kishte qenë një paralajmërim i dhimbshëm. Por Edi nuk e dinte. Ai hyri në atë raport me ndjenja të pastra, me respekt, me kujdes dhe me një ndjeshmëri që rrallë shihet në një format kaq të ashpër si ky. Për të, Dolce nuk ishte lojë. Ishte person. Ishte afërsi. Ishte diçka që po linte natyrshëm, pa skenar, dhe pastaj erdhi sonte. Edi dhe Dolce u gjendën përballë një ekrani gjigant, në një nga ato momente që produksioni i përdor për të nxjerrë të vërtetat e fshehura. Askush nuk e dinte se çfarë do të shfaqej. As Edi. As Dolce. As publiku nuk ishte gati për atë që do të pasonte. Kur videoja filloi dhe zëri i Dolces u dëgjua qartë duke thënë se Edi ishte thjesht për lojë, për kalim kohe. Fytyra e Edin ndryshoi. Fillimisht hutim. Pastaj mosbesim. Pastaj një heshtje e rëndë, ajo heshtje që vjen kur truri refuzon ta pranojë realitetin. Sekondat kalonin, por për Edin dukeshin si minuta të pafundme. Çdo fjalë që dëgjonte i shponte zemrën. Çdo buzëqeshje e saj në video i dukej e huaj. Gjithçka që ai kishte ndërtuar në mendjen e tij, çdo moment, çdo bisedë, çdo afrim, filloi të shembej para syve të tij, dhe atëherë Edi u thye, nuk ishte inat. Nuk ishte xhelozi. Ishte zhgënjim i pastër. Ishte dhimbja e një njeriu që kupton se ka dashur më shumë se sa duhej, se ka besuar më shumë se sa pala tjetër meritonte. Lotët i rodhen pa.